Një përfaqësi nga Shërbimi Social i Ulqinit zhvilloi një vizitë zyrtare në Bashkinë e Shkodrës në kuadër të forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe shkëmbimit përvojave të mira në ndihmë të shtresave në nevojë. Ata u pritën nga numri 2 i bashkisë, Teuta Qyteza Shala, e cila theksoi se kjo është një vizitë kthimi nga kolegët e Ulqinit dhe ka për synim shkëmbimin e eksperiencave pozitive, veçanërisht në mënyrat efikase për t'u gjendur pranë komuniteteve në nevojë. Kjo vizitë që zhvillohet në prag të sezonit turistik shërben edhe si një nxitje për promovimin e resurseve dhe aktiviteteve që Shkodra ofron. Gjetëm pikat përbashkëta, gjetëm pikat të ndryshme të cilat mundohemi të alternojmë apo të mësojmë nga njëri tjetri në mënyrë që përfituesit jenë sa më shumë dhe shërbimi të jetë sa më eficient. Kemi kënaqësinë që të tregojmë edhe Shkodrën se kishin pak kohë pa ardhur në mënyrë që të njihen edhe me ndryshimet që qyteti jonë ka pasur këto kohë të fundit, në mënyrë që si bashkia, si qyteti, si natyra, si çdo gjë që ofron Shkodra të jetë sa më prezantuese, sa më mikpritëse dhe në këtë fillim të turizmit, pse jo, edhe ftuese për miqtan që të vinë të bëjnë pushimet në Shqipëri. Biljana Pajović, drejtoresha e Qendrës për Punë Sociale Tivar Ulqin, shpreh se një nga modelet që i ka bërë përshtypje qendra multifunksionale që Bashkia e Shkodrës ofron për komunitetin rom dhe egjiptian, një shërbim që mungon në zonën e tyre. Jemi të lumtur që kemi mundësinë të ritakojmë kolegët nga Shkodra. Këto takime na kanë dhënë një perspektivë dhe qasje të re. Është interesante çfarë ofron Bashkia e Shkodrës me qendrën multifunksionale për komunitetin rom dhe egjiptian. Po diskutojmë mundësinë për të shtuar këtë shërbim të rëndësishëm edhe në sistemin ton të shërbimeve sociale. Në Shkodër është gjithmonë kënaqësi të vish, si për punë ashtu edhe për turizëm. Takimi dëshmoi edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën e shërbimeve sociale, duke hapur rrugë për projekte të përbashkëta dhe shkëmbim të praktikave që rrisin mirëqenien sociale në dy komunitetet.